se ta është një kushtetut juridike. Tani, kushtetuta gjuhësore nuk besoj se i përbashkon gjithë shqiptarët. Dhe këtu mund të lindin të ardhmë, thonë jo. Sigurisht. Çfarë grupe gjuhëtare që u caktuan përfshirë dhe Këshilli Ndar Akademik, as e vun diskutim fare këtë problemin, si thua. Problemi ishte në gjëra teknike, kështu, si të heqin ca hëra për shembull e tjera, këto po nuk u diskutua. Profesor, në nivel akademik ju nuk e keni problem, o problemi është realitet fizik dhe jetësor. Janë dy gjëra të ndryshme, kur në akademi ju se keni problem, del nga akademia dhe e gjet problemin të porta. Ju jeni shembulli më i mirë që tregon se komunikimi në gjuhën standarde është, si thua, më i miri, sepse të lejon të merresh vesh në një hapësirë shumë të gjerë. Komunikimi në dialekt të pengon kur është fjala për komunikim mbarkombëtar, jo kur je brenda gardit të dialektit, si themin si thot kjo zonja me një fjalë. Gardin tem thot. Ajo pse e ka egzagjeru pak profesor, po dhe nuk i lej, ose deputete, është po, pak e ka egzagjeru më. Se tani, se jemi drejtë fundit, profesor, doja i mendim, sepse ajo që tha Daci për shembull që bota evolon, ja, për shembull, është edhe për konsultim publik, fjalori i gjuhës shqipe. Shumë fjalë do bien, shumë fjalë të reja do futen, dhe këtë i sjell koha. Po, do e mos gjuha, do më shoqëria zhvillohet. Po pse standardin nuk mund të themi ne që nuk mund ta sjell koha? Po, tani, standardi ndryshon, si thua, nga një nevojë. Nuk e di nëse pas 500 vjetësh kush di do të ndryshojë, nuk e di, por standardi është, si thua, gjuha që është një kështjellë. Ka ushtrinë e vet, ka autoritetin e vet të kanalizimeve të komunikimit. I ka çdo gjë me fjalë, ka fjalor, ka gramatik, ka të gjitha. Dialektet nuk kanë asnjë gjë të tillë me fjalë. Kështu që kjo është, si thua, një kështjellë e vështirë për të rrëzuar. Për sa i përket pastaj elementeve të leksikut, patjetër që shoqëria ecën përpara, do të hynë fjalë të reja, teknika ecën, vetëm unë numërova, se jam duke përgatitur diçka, numërova nga fjalori i 2020-s 43 terma që janë të fushës së kompjuterit, që nuk ishin në fjalorin e 2006-s. Apo të 10-s jo, se s'kishte dalë kompjuter. Pra, shikoni se çfarë zhvillimi madh ka ndodhur në 12 vjeçar. Tani në Artil ne që njohim gjuhë të huaj, që profesori sigurisht i njeh se s'mund të jetë profesori gjuhë shqipe. Unë mendoj që zhvillimi i një gjuhë shqipe varet edhe nga zhvillimi i shumë faktorëve të atij vendi. Pra pasurimi ndodh, për shembull, ne nuk e kemi bërë hamburgerin, hamburgerin jemi detyruar ta quajmë hamburger, jo pite me mish, po e bëj prapë me dialekt. Por gjuha shqipe është e para një është gjuha më e bukur në botë dhe unë e dashuroj pafundësisht. Këtë ne nuk do ta vëmë fare në dyshim të gjë, dhe është gjuha që na ka shpëtuar ne si identitet kombëtar. Pra, që jetë gjuha një arsye për të bërë dasi që si mi ndar kurrë, unë nuk e pranoj dhe nuk do ta toleroja kurrë. Preferoj më mirë 3 standardja nëse do ketë efekte anësore, sepse do ta shpjegoj edhe gjë, se sa të hyjmë ca kanaleve që pastaj do të ishin problematike. Por ka probleme. Për shembull, ne i themi fjalës emigrant, shqip ose mërgat. Italia ka 2 lloj opsione: imigrare, kur një huaj vjen ta kej, dhe emigrare, kur një italian tani ma gje versione gjuhë shqipe në këto 2 lloj situatash. Emigranti themi, hyr del. Emigrim dhe imigrim, edhe ne i kemi. Po është marrë nga italisht, ja shqip nuk është. Do marrim. Pra, e kupton që jo, unë që e kam italishtën, pothuajse njësoj si gjuhë amtare, gjen shumë problematika kësaj gjëra dhe gjen po ashtu nevoja që për shembull edhe profesori është këtu që është profesor shumë i nderuar, thash, nuk hyn në teknicitetet. Edhe për të huazimet, ka fjalë që mund të huazohen, ka fjalë që duhet shqiptarizohen. Edhe kjo është i problemi i madh i gjuhës shqipe sot. Për shembull, ju që merrni rastin e politikanëve, politikanët përdorin huazimet se s'din shqip. Se po di shqip do ta gjesh fjalën shqipe. Drejt. Okej, Daci, unë falenderoj shumë. Falenderoj Pamas dhe profesor, doktor, gjuhëtarin e njohur të vendit tonë, Rami Memusha. Profesor, falenderoj shumë, do të jemi dhe herë tjera se do rikthej këtë diskutimin pas pak ditësh për sa i përket fjalorit, që është për konsultim publik. Shumë falenderoj. Dhe unë ju falenderoj. Falenderit. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitar.